Rasti I fundit I punonjësit të AMP-s që shërbente si shofer personali Gilmando Danit nuk është as përjashtim as rastësi. Është modeli I funksionimit të shtetit shqiptar ku krimi dhe policia nuk janë në dy anë të ligjit, por dy hallka të së njëjtit zinxhir. Prej vitesh çdo baron I krimit I vrarë apo I arrestuar është zbuluar në shoqërinë e një oficeri policie, një agenti sigurie apo një punonjësi të Ministrisë së Brendshme. Në vende normale raste të tilla ndodhin si përjashtim, si rishfet, si korrupsion individual. Në Shqipëri është e kundërta ndodh sepse sistemi është I ndërtuar mbi këtë marrëdhënie. Policia e shtetit në vend që të luftojë krimin është komanduar prej tij. Oficerët e lartë nuk emërohen nga meritokracia, por zgjidhen nga kupolat kriminale që janë pjesë e divanit politik të Edi Ramës. Në krye nuk është më ligji, por lidhja me grupet që financojnë pushtetin. Nga informacionet e besnikëria ndaj bandave, të gjitha informacionet e klasifikuara që qarkullojnë në strukturat e sigurisë përfundojnë në duart e bandave para se të mbërrijnë në prokurori. Operacionet dekonspirohen, fushatat e arrestimeve dështojnë, ndërsa oficerët që guxojnë të jenë profesionistë largohen ose shantazhohen. Kupola e policisë është kthyer në filial të krimit të organizuar, ku drejtuesit lokal janë garantët e interesave të baronëve që veprojnë në territorin e tyre. Rasti I AMP-s është thjesht shembulli që u kap mat. Pastaj fshihen 10 oficerë që shërbejnë si shofer, truproja, sekser dhe korrier të kriminalëve më të fuqishëm në vend. Një pjesë janë me uniformë, një pjesë në burgje, të tjerë të fshehur pas emrave të kompanive të sigurimit privat. Në realitet policia shqiptare është shteti paralel I krimit, I organizuar, I mbrojtur dhe I ushqyer nga politika. Heshtja që vjen nga maja e piramidës. Në një shtet normal pas një skandali të tillë duhet kishte pasur një val dorëheqësh e hetimesh. Drejtori I policisë së shtetit duhet ishte para prokurorisë. Kreu I AMP-s duhet ishte shkarkuar menjëherë. Ministria e Brendshme duhet kishte dhënë dorëheqjen. Asgjë nga këto nuk ndodhi, sepse çdo hallkë e policisë mbron hallkën tjetër dhe në majë të piramidës është një kryeministër që nuk kërkon pastrim por kontroll. Edi Rama e di shumë mirë se garancia e mbijetesës së tij politike është mbrojtja që I ofron elita kriminale që ka kapur shtetin. Kupolat e krimit janë kordoni I tij mbrojtës si në zgjedhje ashtu edhe në qeverisje. Në burgjet shqiptare kriminalët e rrezikshëm komandojnë bizneset e tyre nga qelit. Ndërtojnë paleje, jetojnë me luks dhe drejtojnë rrjetet e trafiqeve, si nga një zyre zakonshme. Oficerët e burgjeve që duhet ishin roje të shtetit janë kthyer në personel hotelesh që shërbejnë për klientët VIP të mafjes. Në këtë realitet nuk kemi më oficerë të lidhur me krimin. Kemi një polici të mbështetur mbi krimin, ku karriera ndërtohet përmes besnikërisë ndaj bandave, jo ndaj ligjit. Shteti është I ndarë në territore influence, ku çdo grup kriminal ka oficerin, prokurorin dhe politikanin e vet. Në këtë situatë çdo thirrje për reformë, çdo fshesë apo vetting policor është farsë, sepse nuk mund të pastrosh një sistem që komandohet nga vetë krimi. Vetëm një aksion politik pa kompromis që nuk zgjedh cilin grup të godas dhe cilin të mbrojë, mund ta rikthejë kontrollin e shtetit mbi ligjin. Kjo luftë ka kosto të lartë, por është e vetmja që mund të shpëtojë Shqipërinë nga kthetrat e një mafie që tashmë është bërë vetë shteti. Në fund oficerët që I shërbejnë krimit nuk janë më individ të korruptuar, janë simboli I një shteti të kapur, ku uniforma nuk mbron më qytetarin, por kriminalin që e paguan. Dhe në majë të këtij sistemi që hesh dhe urdhëron është Edi Rama, që nuk ka më nevojë për policinë, sepse e ka kthyer krimin në polici.